Në kujtim të aktorit Luan Qerimi. Më 2 dhjetor 2018 u ndan nga jeta aktori i madh Luan Qerimi, një emër që ngrihet lart, si një kolonë e pashlyeshme e teatrit shqiptar. Sot, faqja na ishte dikur e kujton me nderim, me respekt dhe me mall të thellë për një artist që la gjurmë të pashlyera. Luan Qerimi lindi më 15 tetor 1929 në qytetin e Lushnjës. Në ato vite të pas luftës, kur Shqipëria po kërkonte zërat e parë të artit të ri, ai nisi udhëtimin e tij me një thjeshtësi që e karakterizoi gjithë jetën. Ishte lëvizja amatore, ajo që e pa të parën shkëlqimin e tij. Aty, mes dritave të pakta të skenave të vogla, talenti i tij nisi të marrë formë. Shfaqje të thjeshta, role të thjeshta, por me një zjarr të brendshëm që nuk mund të fshihej. Pastaj erdhi teatri i ushtrisë, një hap më i madh, një sfidë e re. Në atë skenë, Luan Qerimi nuk ishte më thjesht një iri me ëndra, por një aktor në kërkim të vetvetes, në kërkim të një rruge që do ta çonte drejt madhështisë. Dhjetori i vitit 1954 ishte momenti që e ndryshoi jetën e tij përgjithmonë. Ai u thirr në teatrin popullor, tempulli i artit shqiptar, vetëm 25 vjeç, me një buzëqeshje të qetë, me një përullsi të rrallë, por me një vullnet të hekurt. Aty trokiti për herë të parë dhe aty mbeti për dekada, duke u bërë një nga figurat më të dashura të skenës shqiptare. Roli i tij i parë ishte episodik në shfaqjen Prefekti. Askush nuk e dinte atëherë se çfarë stuhie talenti po afrohej. Askush nuk e mendonte se ai djaloshi nga Lushnja do të përfituronte më shumë se 70 personazhe gjatë karrierës së tij 35 vjeçare. Por Luan Qerimi nuk ishte aktor i zakonshëm. Ai nuk interpretonte, ai jetonte, ai merrte frymë me rolin. Ai shndërrohej. Ai ishte Otello, me gjithë tragjedinë dhe dhimbjen e tij. Ishte Hamleti, me dilemat, trishtimin dhe plagët shpirtërore. Ishte Dragoj i Dragobis, një figurë që ai e ngriti lart me një forcë që ende sot mbetet e paharruar. Rolet e tij nuk ishin vetëm shfaqje, ishin jetë, ishin histori, ishin pjesë e kulturës sonë që sot mbeten në kujtesën kolektive të shqiptarëve. Si çdo artist i madh, Luan Qerimi nuk kërkoi famë, nuk kërkoi lavdi. Ai kërkoi vetëm të ishte i vërtet, të ishte i ndershëm me artin. Dhe publiku e deshi. Eduard Trokiti e ngriti lart, sepse ai ishte një nga ata aktorë që jepnin shpirtit të skenës një dritë të veçantë. Viti 1989 i solli titullin artist i merituar, një vlerësim i merituar për një jetë të rëndë të përkushtuar në skenë. Por, vlerësimi më i madh i tij mbeti zemra e publikut. Ai la gjurmë jo vetëm në teatr, por në një brez të tërë që u rrit duke parë interpretimet e tij dhe duke dashur artin fal tij. Më 2 dhjetor 2018, Luan Qerimi u ndan nga jeta, por jo nga kujtesa dhe jo nga arti, sepse artistët e vërtet nuk largohen kur. Ata mbeten të gjallë në çdo rol që kanë luajtur, në çdo skenë ku kanë qëndruar, në çdo duartrokitje që tingëllon ende edhe sot. Sot, ne kujtojmë njeriun, aktorin, mjeshtrin, njeriun që i la skenës shqiptare një trashëgimi të ndritur, një jetë të mbushur me role, emocione, sakrifica dhe dashuri për artin. Luan Qerimi ishte dhe mbetet një monument i teatrit ton, një zë që nuk shuhet, një figurë që nuk harrohet, një emër që do të jetoj përjetësisht në historinë e skenës shqiptare.